Ne po mendojmë në mënyrë racionale, nëse te kalojmë kufit racional, mund të themi që nuk do jetë përjetësisht. Po për sa kohë, pra për një të ardhme të parashikueshme dhe me kushte të pandryshuara, mbetet kjo që është. Tani vim pak te kampi tjetër se e morëm vesh se edhe diçka kujtua. Tani ti e përjashton se e dua ta përsëris, po dua ta theksoj. E përjashton një rikthim të Lulzim Bashës? Jo, nuk përjashtoj asgjë, sepse nuk e di çfarë do ndodhë. Si mund të flas për gjëra që ke kontakte me Lulzim Bashën ku është tani? Lulzim Basha për mua nuk është në politikë, sepse nuk është në sferën publike. Pra, nuk e di se çfarë bën jetën e tij private. I ka në politika ti njeriu dhe e humbi. Nuk e di. Nuk linte shans të humbur pa e humbur. Nuk linte shans pa e humbur. Nuk e di, nuk mund ta them. Dhe nuk e. Okej. Tani te Partia Socialiste se te gjithë kjo që bët ju, ka një arsyetim pastaj. Ne. Po ju, do të thënë, ka një arsyetim pastaj që prandaj ka një zgjatje të pushtetit të Partisë Socialiste dhe mua më vjen dhe keq dhe ndonjëherë kur e them dhe vet, më thon ti je me person. Kjo është e bukur fare pastaj, sepse po nxorë defekte, edhe ty tani e ke sigurt. Kur të shikosh ato komentet aty, do thonë ve hap gjithë të kritika që bërë për PD-n... Jeme Ramën. Jo, të ka marrë Rama. Po. Mua, neve në kështë marrë, me që the ju, thatë ju, në kështë marrë Rama që kur ishim në PD. Po tani në ka harruar. Jo, e përmëndë PD. Ka luksin PD-ja ti të përjashtoj ata në Durrës, ata në Elbasan? PD-ja ka përjashtuar shumë. E tillë është bërë, domethënë në këtë mënyrë është bërë e tillë PD-ja. Ata ishin pa jorma, atje militant atje në ato strukturat e... Shiko, Partia Demokratike është si një organizëm një qelizor që shumohet duke u ndarë. Pra, janë këto algat, pra që ameba ndahen dhe po të shohësh gjithë partitë në opozitë janë parti të dalë nga PD-ja, shumica e tyre, sepse janë ndarë nga PD-ja, janë përjashtuar nga PD-ja. Mund të marrësh disa parti që akoma ekzistojnë, disa janë shuar rrugës, po shumohet duke u ndarë. Jo duke bashkuar organizma. Ironi thërë se ka. Shumë qelizore. Tani vim te kampi i roz, te Partia Socialiste. Si po qeverisë Edi Rama është në vitin e 13 të tij? Me një fjalë do thoja shumë keq. S'kisha një dyshim. Shumë keq sepse, do thënë, tani shqiptarët deri në 2021 ndoshta, ose ndoshta edhe çik më vonë, kishin një rrugdalje. Iknin, shkonin në Europë. Po tani s'ka shkon as në Europë. Po çfarë bën? Çfarë do bësh në Europë? Rrogat në Shqipëri janë pak a shumë sa në Europë. Por çmimet në Shqipëri janë sa 2 fishi Europës. Pra e kupton ti ku kemi arritur. Jo çfarë bën tani? Se asikin tani, ë? Po nuk besoj se ka ikje. Po çfarë bën rrin këtu tani? Po prandaj ka kaq mllef dhe kaq urrëtie antiqeveritare, sepse nuk kanë ku ikin njerëzit. Se përpara iknin, gjithata që kanë ikur, shumica kanë qenë njerëz që bën si valvën? Po, më thonë shkarkohen të presionin në këtë mënyrë. Dhe ka qeverisur keq. Për çfarë e ke fjalën? Të flasim konkretisht. 13 vjet, okay, dhe i mandat po i marrim të miqën, e kam fjalën. Po. Do thënë I bëjmë 16. 16. Besoj që do ketë zgjedhje parakoshme edhe me kod elektoral që kemi, s'ka zgjedhje parakoshme. Do thënë 16 vjet është një rekord. Unë e them shpesh edhe të ftuarve dhe politikanëve ja bëj këtë pyetje që në renditjen e kozgjatë të kryeministrave është Mehmet Çeu 27 vjet e 4 muaj, i dyta është Edi Rama me 16, pastaj është Enver Hoxha me 9 vjet, Adil Çaçani me 9 vjet e 8 muaj, Adil Çaçani me 9 vjet e 1 muaj, pastaj vjen Sali Berisha me 8 vjet fikse, i ka datë në datë. Tani, ky super pushtet, por edhe i zgjatur në kohë. Çfarë do të thënë ka për Shqipërinë? Si ka mundësi kemi ne këto pushtete të gjata dhe gjithmonë tani duhet merremi me një pushtet të gjatë? Është shumë dimensionale dhe politike dhe antropologjike, kulturore, nuk mund të marr përsipër kështu në mënyrë komplet pa përgatitur ta analizoj, po nuk ka qenë një gjë e mirë për Shqipërinë. Pra, fakti që nuk ka patur sfidë nga ana e opozitës për të marrë pushtetin, nuk ka patur presion mbi qeverinë që të përmirësojë gjëra. Maksimumi aty para zgjedhjeve, disa oferta të vogla, tërmeti ishte në 2021-shin, çka tjerë, ca legalizime siç e bëjnë shpesh herë. Domethënë, jo ndryshime që korrigjojnë padrejtësinë ekonomike, për shembull. Pabarazinë e madhe që shkriuat, hendekun midis pasurve dhe të varfërve. Jo ndryshime që korrigjojnë probleme të kosocietesës, apo të sistemit arsimor, apo të sistemit shëndetësor.
nuk ka ndryshime të tilla. Do thënë, të gjithë këto që përmend janë të gjitha me disa dosje në SPAK dhe me disa ministra, zëvendësministra, zëvendëskryeministra me radhë në drejtësi, në Burgje ose në Prag. Pra kjo mjafton si indikator për të treguar që qeverisë është shumë keq. Pra është abuzuar jashtëzakonisht shumë me fondet publike. Ka një buxhet $8 miliardë dhe rrugët i ka marrë lumi. Rrugët i mori lumi në Liberac apo jo? Sepse zoti Rama erdhi në pushtet me sloganin i ka lënë rrugët të rrugëve. Tani po ja merr rrugët lumi zoti Rama. Pra nuk ka aq fuqi ekonomike shteti sa të mirëmbaj rrugët. Pra që është gjëja më banale dhe më e dukshme, sepse vuajtja tek njerëzit që shkojnë në spital, që duhet të bëjnë pazar me ato pensione, me rrugat ulta, me radhë që mos bien populizma, unë nuk jam politik, dhe se kam atë presion, vuajtja shumë e madhe. Mungesa e empatisë për këtë shumicë shqiptarësh është akuzë mjaftueshme për këtë qeverisje. Megjithatë, në Partitë Socialiste ka disa zhvillime kohët e fundit. Një prej tyre është zonja Spiro Pali, e cila u shkarkua nga kryeministri, dhe nga ana tjetër zoti Erion Braçi, i cili seriozisht e ka marrë kandidimin për të qenë kandidat i Partisë Socialiste për të drejtuar Bashkinë e Tiranës. Si shikon këto? Ka diçka aty që po lëviz? Ajo çështja e parë nuk është çështje fare çështje publike. Pra është nuk e dim se pse janë zënë, çfarë konflikti kanë, dhe nuk e dim se çfarë mendojnë për njëri tjetrin. Pra asnjëri prej personazheve nuk ka përmendur në mënyrë publike se çfarë po ndodh dhe nuk ka mbajtur qendrime publike. Me të folme të nënkuptuara që nesër më kapësh me fjalë, kjo nuk është politik. Pra, për mua është jashtë politikës dhe s'ka rëndësi fare për jo, si shikon të ardhmen e zonjës Spiro Pali, çfarë rëndësie ka e ardhmja e zonjës Spiro Pali apo e ardhmja e ime apo juaja, nëse jemi persona private. Jo, ti nuk jemi publik. Rëndësi personale ka patjetër. Ka, sepse deputete ajo, ishte ministre, është funksionare lartë e Partisë Socialiste. Po ka shumë ministre funksionarë të lartë Partisë Socialiste që janë zhdukur. Po, edhe deputet që mos çepur. S'ka interes. Ka, ti dhe unë s'na ka votuar njëri, si javë llogari njëri unë. Si pse kur ti vepron në kapacitet individual, nuk ka rëndësi çfarë bën. Kur ti flet privatisht, kjo nuk është politik. Se këtë na thonin dhe në PD, po ja kemi thënë ne në zyrë zotit Basha, kjo nuk është politik. Këto janë marrëdhënie personale, mund të ketë çarje mes tyre, mund të pajtohen nesër prapë. Çfarë rëndësie publike kanë këto? Jo, ka diçka që në Partinë Socialiste po lëviz, do të thënë nga ata që duan të kundërshtojnë Ramën, këtu asgjë. Nuk e kundërshtojnë. Asgjë, më fal, keni parë në dallg anti-Ram apo ndonjë gjë aty, asgjë. Paktën në PD shkojnë ca nga këto këshilltarët që janë përjashtuar dhe ishin dje atje, pash ishin përpara aty. Po kërkonin llogari. Ke dera mbyllur. Sa e bukur ajo. Wow. Nuk është hera e parë që është mbyllur atëherë, por nuk ka rëndësi. Po kthehemi tek PS-ja. Partia Socialiste nuk ka asnjë politikë publike me këtë. Imagjino dera mbyllur, imagjino sikur të kishin marrë ca leva ata si në 8 janar. Ajo më dha një lloj, Po thash, do marrni levë të hapin derën dhe vën futen brenda dhe çfarë bëhet ju në 8 janar ato do bëjnë ne. E bukur fare. Po Erion Braçi? Tani dyshoj nëse është çështje e PR-it të Partisë Socialiste, e propagandës Partisë Socialiste, apo është thjesht ambicia personale e zotit Braçi që thotë ka një vakum, hajde të futem pse jo. Që është ambicia e tij, është. Jo, nëse është vetëm kjo, po prapë mbetet një lajm jo madhor. Nëse është lëvizje e Partisë Socialiste për testuar se pranohet në publik nga zgjedhësit, nga qytetarët e Tiranës. Erion Braçi është nga ata që hajde tani, ai është rekordmen në parlament, ka 9 herë mandate tani, si do provojë ai ka marrë vota. Ku është zgjedhur Erion Braçi? Edhe në Tiranë, herën e fundit zgjedhur në Tiranë. Po mi më dakord, herën e fundit zgjedhur në Tiranë, në Berat, në Liboç, në Divjak. Mbështetje ka dhe nuk ka mohojmë dot. Një sekond. Pra, që do të flasim hapur? Tani Partia Socialiste, jo hapur po flas, po nuk dua të prek gjëra që janë personale pastaj. Partia Socialiste ka një problem me Arlind Qorin. Arlind Qori është i vetmi i majt në politikë sot. Tani i duhet një i majt i cili qan për çmimin e domateve, të qepëve, të orizit e me radhë, dhe këtë e ka bërë në mënyrë perfekte, e ka dramatizuar, por jo reale, zoti Braçi gjatë gjithë mandateve.